Si ndryshojnë pagat e të huajve në Zvicër në varësi të llojit të lejes? Shuma që fitojnë të huajt në Zvicër varet padyshim nga puna dhe pozicioni i tyre, por shifrat e reja tregojnë se ata me leje të caktuara fitojnë më shumë dhe kur bëhet fjalë për poste drejtuese, ata fitojnë më shumë se zviceranët. Në vitin 2024, paga mesatare për sektorin privat dhe publik të kombinuar në Zvicër ishte 7,24 franga bruto në muaj për një pozicion me kohë të plot, tregojnë statistikat e reja nga autoritetet zvicerane. Megjithatë, pagat ndryshojnë qartë në krye dhe në fund të shkallës. Në vitin 2024, 10% e punonjësve me pagat më të ulta fitonin më pak se 4,635 franga në muaj, ndërsa 10% e punonjësve me pagat më të larta fitonin më shumë se 15,526 franga, zbuloi studimi. Studimi gjithashtu hedh dritë mbi pagat mesatare. Paga mesatare është paga me të cilën gjysma e punëtorëve në një profesion fitonin më shumë se ajo dhe gjysma fitonin më pak, që punëtorët e huaj në Zvicër i marrin, dhe se si krahasohen ato me ato të punëtorëve zviceran, si dhe se si ndryshojnë varësi të llojit të lejes që kanë njerëzit. Për shembull, kur bëhet fjala për pozicione drejtuese për punëtorët, ndërkufitar mbajtës të lejeve G, paga mesatare është 11,207 franga në muaj, më pak se ajo e banorëve të përhershëm të huaj mbajtës të lejes C, ku paga mesatare është 11,966 franga në muaj. Paga mesatare për ata me leje B ishte më e lartë, duke arritur në 13,090 franga. Kjo shifër ishte shumë e lartë se paga mesatare e shtetasve zviceran në pozicione drejtuese, cila ishte 10,989 franga në muaj. Megjithatë, kur bëhet fjala për punët jo menaxhuese, shifrat tregojnë një histori tjetër. Me një pagë mesatare prej 6,765 franga, shpërblimi i punonjësve me kombësi zvicerane që nuk mbajnë pozicione drejtuese rezultoi të ishte më i lartë se pagat mesatare të punëtorëve të huaj. Përkatësisht, 5,421 franga për mbajtësit e lejeve B, 6,34 franga për mbajtësit e lejeve C dhe 5,950 franga për mbajtësit e lejeve G. Pse të huajt me leje B fitojnë më shumë se banorët e përhershëm, domethënë mbajtësit e lejeve C? Ndërsa studimi nuk e trajtoi këtë pikë në mënyrë specifike, arsyeja për këtë fenomen është se në mjaft raste pozicionet më të larta dhe më të paguara drejtuese në kompanitë shumëkombshme u shkojnë qytetarëve amerikanë dhe britanik, të cilët si shtetas të vendeve të treta punojnë në Zvicër me një leje B. Në fakt, për pozicionet që kërkojnë një nivel të lartë përgjegjësie, punonjësit e huaj në përgjithësi fitojnë paga më të larta se ato që u paguajnë punonjësve me kombësi zvicerane. Megjithatë, për punët që nuk kërkojnë një nivel të lartë përgjegjësie, situata është e kundërt. Me 6,765 franga, paga mesatare shtetasve zviceran që nuk mbajnë pozicione menaxheriale u gjet jetë më e lartë se paga mesatare paguar punonjësve të huaj, përkatësisht 5,421 franga për lejet B dhe 6,034 franga për lejet C dhe 5,950 franga për lejet G. Çfarë tjetër zbuloi studimi? Ka dallime të konsiderueshme në paga midis sektorëve. Nivelet e kompensimit ishin qartësisht më të larta se paga mesatare prej 7,024 frangash në sektorët me vlerë të lartë të shtuar, siç janë kërkimi dhe zhvillimi, industria farmaceutike, bankat dhe industria e duhanit. Sektor të tillë si metalurgjia, ndërtimi, transporti ajror, tregtia me shumicë dhe industria e makinerive u pozicionua në mes të diapazonit të pagave, ndër sektorët që ishin në fund të piramidës së pagave ishin tregtia me pakic, mikpritja, shërbimi ushqimor dhe shërbimet personale. Ekzistojnë edhe pabarazi rajonale, mesatarisht pagat mesatare u gjetën të jenë më të lartat në Zyri, 7,502 franga dhe më të ultat në Ticino, 5,708 franga. Për 10% më të lartë të ardhurave, paga bruto arritën në 13,970 franga në rajonin e Zyriut dhe 12,636 franga
në rajonin e liçenit të Gjenevës. 11 presje 0,30 franga në Zvicrën lindore dhe 10 presje 0,12 franga në Ticino. Në anën tjetër të spektrit për 10% më të ulët të ardhurave, pabarazia mesatare pagave midis rajoneve kryesore ishte më pak e habitshme, 4 presje 761 franga në rajonin e Zyrihut, 4 presje 585 franga në rajonin e liçenit të Gjenevës, 4 presje 563 franga në Zvicrën lindore dhe 3 presje 783 franga në Ticino.